Nën moton Ne kujdesemi për ty edhe pa të njohur u zhvillua seanca e radhës e dhurimit vullnetar të Gjakut në Fakultetin Ekonomik. Durim Komi, drejtuesi i shoqatës organizatore të këtij dhurimi Gjaku, tregon se bashkëpunimi do të jetë i vazhdueshëm me Spitalin Rajonal të Shkodrës. Bashkëpunimi është me universitetin, operatorën e kujdesit shëndetësor, pa të diskutuar spitalin, në kapitullin e stafit në IMSTU. Kjo nuk është hera e parë që bëjmë dhurim. Automatikisht nuk do të jetë as hera e fundit. Paktën që nga 2021 bëjmë dhurime sporadike, pra ne komunikojmë vazhdimisht me spitalin, nevojat që i ka, edhe në bazë të kërkesave të tyre bëjmë edhe dhurimin. Ndërkohë, Kristi Temali, mjek e urgjencës territoriale të Shkodrës, tregon se nevojat për Gjak janë të mëdha, pasi në rreth nevoje, Gjaku sigurohet vetëm në mënyrë vullnetare. Ne jemi përfaqësues të urgjencës territoriale të Shkodrës. Ky është një eveniment i rëndësishëm ku ka shumë të rinj, që dhurojnë Gjak. Të pas parasysh numrin e madh të aksidenteve, patologjive të ndryshme kirurgjikale, patologjive të ndryshme gastrointestinale që kanë nevoja të mëdha për Gjak dhe që aktualisht mbulohen vetëm me dhurimin vullnetar. Ky është një eveniment i rëndësishëm për cilin ka nevojë, domethënë, Spitali Rajonal i Shkodrës, dhe për këtë përgëzojmë organizatorët, përgëzojmë të këta tri që kanë ardhur për me dhuru Gjak. Nevojat e bankës së Gjakut në Spitalin Rajonal të Shkodrës janë të mëdha, ndaj organizimi i këtyre seancave vullnetare të dhurimit të Gjakut është i domosdoshëm për trajtimin e të aksidentuarve, po ashtu edhe për pacientët që vuajnë nga sëmundje të ndryshme.